Erdhi një sahabi i nderuar, jo i njohur, pra njeri nomad, beduin, dhe i thot Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam: O Rasulullah, idha shahidtu an la ilaha illa Allah wa annaka Rasulullah, nëse unë dëshmoj dëshmin më të madhe që kur ndonjëherë krijesë njerëzore dëshmon në dynjë dhe kësaj është shahadeti, i bind në veten time dhe i mirëbit në domethënien e saj, dëshmoj dhe deklaroj se s'ka të adhuruar me merit përveç Zotit, Gjelle Gjelalu të vetmit e të pashoq. Wa annaka rasulu, dhe se ti je robi i dërgumi i ti. Wa sallaitu al-khamsa, dhe fala 5 namazet. Wa zakkaitu mali, dhe e dhash edhe zakat në pasurisë time. Wa sumtu Ramadhane, dhe agjerova dhe Ramazanin. Thot, ana mimmen, kush do t'i jem unë, si do t'jetë përfundimi im, cilat janë ofiqet, shpërblimet, nëse unë i përmbahem këtyre fjalëve që të thash. I thot Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam: Anta ma'an nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada. Ti do t'jesh për krah pejgamberonëve, Allahu Gjelle Gjelalu, për krah të sinqertëve dhe për krah dëshmorëve. Dhe në një transmetim e kushtozon Resulullah sallallahu alaihi wasallam: nëse nuk ka qenë prej atyre që është sjell keq me prindin,